Në emër të Tarikatit Islam Rifai qytetit Beratit, përshëndesim gjithë besimtarët musliman me rastin e ditëlindjes së të Natit Ali, Sultan Oghuz. Kjo datë është një datë e shënuar për besimtarët musliman, pasi Aliu ka një pozicion të veçantë në fenë islame, ka një pozicion të veçantë në traditën islame, ka një pozicion të veçantë në gjithë boshtin ideologjik të islamit. Duke mbështetur thënien se profetit kur tha që unë jam qyteti i diturisë dhe Aliu është porta e tij, ne e kemi pranuar si një udhëheqës shpirtëror dhe prej tij marrim atë dritë të cilën trashëgojmë nëpërmjet profetit. Këto janë arsyet të cilat na bëjnë që ta kujtojmë çdo vit, ta kujtojmë dhe të jemi në mëshirën e tyre, në atë fjalën kur Allahu i tha profetit Muhammed, o Muhammed, unë të kam krijuar ty mëshirë për të gjitha krijesat. Pra, qofshim në mëshirën e profetit Muhammed, Imamit Ali, familjes profetit dhe gjithë dashurve të tyre. Në Shqipëri kjo datë ka ardhur shumë herë. Kemi rilindasit tanë e Infrashit, i cili ka folur për ditëlindjen e Imam Aliut. Pastaj kemi rilindasit tanë. Pastaj në vitin 1986, shteti shqiptar do ta fiksoj këtë si një datë për komunitetin alevian. Por kjo datë është një datë që është përcaktuar dhe në UNESCO, është një datë që ka marrë për masa ndërkombëtare, kështu është edhe për Shqipërinë një festë zyrtare, dhe kjo për ne është një vlerë e shtuar se përket tarikatit dhe botës aleviane. Me këtë rast, i përshëndes të gjithë besimtarët ku janë. Ju uroj nga zemra shëndet, begati dhe një paqe, e cilat na shoqërojnë në vendin tonë, në qytetin tonë, në ambientet ku ne rritemi dhe jetojmë. Dhe njerë, ju falenderojmë të gjithë dhe miqve dhe